Nëntori i këtij viti shënon 35 vjetorin e rihapjes së objekteve të kultit për komunitetet fetare. Në Shkodër, më datë 4 nëntor 1990, u kremtua mesha e parë, ndërsa me 16 nëntor falja e parë. Në përkujtim të këtyre ngjarjeve, arqipeshkvi i Shkodrës, Imzot Gjovani Peragjime, i pritur nga myftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, vizitoi xhaminë e Plumbit. Imam Sytari e njohu i peshkvin Peragjine me historinë mbi 250 vjeçare të kësaj xhamie, etapat historike që ajo ka kaluar, rihapjen në vitin 1990 dhe rikonstruksionin e përfunduar para pak muajsh. I peshkvi Peragjine vlerësoi përkujdesjen për ruajtjen e kësaj xhamie dhe harmoninë ndërfetare që karakterizon qytetin e Shkodrës. Para 35 vitesh, rihapja e objekteve të kultit nisi me kishën katolike dhe vijoi me xhaminë e Plumbit, ndërsa në 35 vjetorin e asaj periudhe, përkujtimi nisi simbolikisht me vizitën e i peshkvit në xhami. Nuk e kishim menduar, por themi që ka ndodhur ashtu, e mund të japim edhe ne një kuptim simbolik, mund të themi një simbolik. Do me thënë që nuk është kush e ka hapur përpara, kush ka është mbrapa. Rëndësishme që kemi fituar këtë çlirim. E kjo është më e rëndësishme, nuk është një data, por është një koincidencë e bukur që pas 30 vite përpara ka marrë në këtu e pastaj do shkojmë atje. Është diçka që na thotë që jemi barabartë. Me rihapjen e kishës edhe rihapjen e xhamisë, muslimanët të Krishterë kanë qenë bashkë aty dorë për dorë, pa llogarit data, edhe pa llogarit asgjë tjetër përveç se dashninë për Zotin, e dashninë për njëri tjetrin, edhe aq çfarë monsinjori tha më së miri, çlirimin për cilin ky popull ka qenë i etun, edhe i është bërë një zullum shumë i madh. E fakti që sot arqipeshkvi i Shkodrës se viziton xhaminë e Plumbit, është shenja më e mirë edhe simbolika më e shtrenjtë e asaj ku ne jemi edhe duhet të jemi, pavarësisht se jemi në xhaminë e Plumbit, apo jemi në arqipeshkvi, apo në kishën e Rrmajit, në fakt jemi në shtëpinë tonë. Kudo që të jemi është shtëpia e jonë, edhe kudo ku ne jemi me njëri tjetrin, nuk pyesim se a jam unë në krah të djathtë të monsinjorit apo ai në krahun tim të djathtë. Ne jemi tek njëri tjetri, edhe kjo është ajo që na vlen edhe duhet të shohim përpara, siç e tha edhe miku im i dashur. Gjatë kësaj vizite, ata u pyetën edhe lidhur me debatet që po zhvillohen në Kuvendin e Shqipërisë për sanksionimin ligjor të gjinive, për të cilin deklaruan: vlerësoj që deklarata e përbashkët e komuniteteve tona fetare prevalon mbi çdo fjalë tjetër dhe çdo qëndrim tjetër, as qëndrimi jon i përbashkët. Edhe shpresoj që parlamenti shqiptar edhe klasa politike në këtë rast ka reflektuar si duhet, edhe do të respektoj tabanin edhe nuk do ta pres në besë tabanin e këtij komi dhe këtij vendi për interesa cinike të agjendave që nuk janë agjendat e shqiptarëve. Jemi të bindur për çfarë kemi deklaruar, jemi të bindur që familja, njeriu është i krijuar sipas vullnetin e Zotit. Unë e kuptoj edhe politika, flitet për politikë, integrimi në Europë, që janë edhe gjërat që politika do të mbajë, do të vazhdoj, por ne do të kemi kujdes të mbajmë edhe traditat tona. Pavarësisht integrimi nuk do të thotë që ne do të humbim traditat tona. Atëherë populli shqiptar ka një traditë për sa i përket vlerë familjes, për sa i përket edhe respekt për njeriu që është mashkull dhe femër. Atëherë mirë integrimi për sa duhet, por do të mbajmë edhe identitetin ton shqiptar. E kjo do të është një detyrë për çdo qytetar, jo e politikë do të ketë parasysh. Arqipeshkvia dhe myftinia e Shkodrës gjatë këtij muaji kanë programuar zhvillimin e disa aktiviteteve në përkujtim të 35 vjetorit të rihapjes së objekteve të kultit.